Komuna e Gostivarit ka shënuar një arritje të rëndësishme në përmbyllje të vitit shkollor me inaugurimin e 12 kabineteve të reja profesionale në shkollën e mesme teknike Gostivari, duke konfirmuar edhe një herë pozitën e kësaj shkolle si një histori suksesi në arsimin profesional në vend. Kabinetet e reja janë realizuar në kuadër të projektit Do Not Leave, i mbështetur nga Regional Challenge Fund dhe Banka Gjermane për Zhvillim. Drejtori i shkollës Besir Saliu bëri të ditur se projekti ka për qëllim aftësimin profesional të rinjve, duke u ofruar atyre perspektivë dhe mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre në vend. Hapësirat e reja mësimore janë pajisur me teknologji bashkohore, duke përfshirë pajisje CNC, printer 3D, laborator kompjuterik, infrastrukturë serverike dhe rjetore, si dhe vegla të tjera të specializuara profesionale. Sot për shkollën tonë, SHMTK Gostivari, është një ditë që do të mbahet mend. Nuk po shënojmë vetëm instalimin e makinave, kompjutorëve, veglave dhe infrastrukturës moderne IT. Sot po shënojmë një filozofi të re të mësimdhënies, të mësorit përmes punës, në një mjedis që ngjan vendi real të punës, me detyra që paguajnë në sfida të vërteta profesionale dhe me përgjegjësi të tilla siç kërkohet në kompanitë bashkëkohore. Projekti mos u largo, përcjell një mesazh të fuqishëm. Ai mesazh nuk është vetëm titull projekti, ai është misioni ynë arsimor, njerëzor dhe lokal, që të rinj të mos kërkojnë mundësinë vetëm jashtë qytetit dhe vendit të tjere, por të krijojnë mundësinë këtu në shkollë, në kabinete, në punëtori, në kompani dhe në komunitet. Me këtë investim, i cili është një nga më të rëndësishmit në historinë e shkollës sonë, krijojmë kushte për një hap të madh përpara, pajisjet e reja nga teknologjia CNC dhe printimi 3D, deri te kompjutorët, infrastruktura serverike dhe rjetore, ploterët, veglat dhe mjetet e specializuara mësimore, nuk do të jenë vetëm pajisje për të ekspozuar. Obligimi ynë është që ato të jenë mjete të përditshme mësimore, mjete për ushtrime, hulumtime, krijim dhe zgjidhje të problemeve reale. Kjo ditë është e rëndësishme për shkollën tonë, por edhe më e rëndësishme për nxënësit. Ata do të jenë të parët që do të ndjejnë ndryshimin, më shumë punë praktike, më shumë mjete bashkëkohore, më shumë vetbesim dhe përgatitje më të mirë për punë, studime dhe zhvillim personal. Le të jetë ky fillim i një kulture të re në SHMTK Gostivari, kulture të mësuarit përmes punës, kulture përgjegjësisë dhe kulture besimit se arsimi cilësor profesional krijon të ardhmen. Zëvendës drejtori i shkollës Ekrem Miftari theksoi se kjo infrastrukturë moderne dhe standardizuar do të mundsojë nxënësve përvetësimin e njohurive praktike dhe fitimin e përvojës konkrete, duke i përgatitur në mënyrë efektive për tregun e punës. Në kabinetet që do të shohim së bashku sot, është e ardhmja e teknologjisë si dhe e ardhmja e vendit. Të nderuar të pranishë, një institucion arsimor rritet dhe ecën përpara vetëm atëherë kur bazohet mbi meritokraci, punën profesionale, për kushtimin e sinqert dhe transparent. Ky projekt 4 vjeçar është dëshmi e gjallë se kur puna udhëheqet nga përvoja, rezultatet janë madhështore. Për mua, personalisht, pas një karriere të gjatë 34 vjeçare në këtë shkollë, ky moment është një ndër më të rëndësishmit angazhimit tim profesional. Por, trashëgimia e vërtet e këtij projekti dhe e mësimit kabinetik që po fillojmë nuk mu takon mua. Kjo ju takon 1300 nxënësve dhe gjeneratave të tërë që do të ndërtojnë të ardhmen këtu në këtë shkollë. Realizimi i këtij projekti është fryti i bashkëpunimit me partnerë të shumtë. Me këtë rast kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani shprehu mirënjohjen dhe falënderimet e tij për të gjithë kontribuesit që kanë ndihmuar në avancimin e arsimit profesional në Gostivar. Ky investim është një hap i madh drejt krijimit të kushteve
më cilësore për edukimin dhe aftësimin profesional të rinjve tanë. Nuk është rastësi që ky projekt mban emrin Do Not Leave apo Mos Ik, Mos Shko. Ky emër përcjell një mesazh të qartë dhe shumë domethënës, që të rinjt tanë të aftësohen, të bëhen profesionistë të mirëfillt dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu në vendin tonë. Ne kemi nevojë për dijen, energjinë dhe talentin tuaj për ta zhvilluar Gostivarin dhe për të bërë vendin tonë më të mirë për të gjithë. Të dashur nxënës, këto 12 kabinete të reja janë krijuar për ju dhe përfshin pajisje bashkëkohore për procesin mësimor, duke përfshirë teknologji CNC, printer 3D, laborator kompjuterik, infrastrukturë serverike dhe rrjetore, vegla dhe mjetet e tjera të specializuara profesionale. Shfrytëzojeni ato për të mësuar, për të fituar përvojë praktike dhe për të përgatitur për jetën profesionale. Besoni në veten tuaj dhe në mundësitë që ofron ky vend, sepse vetëm së bashku mund ta ndërtojmë të ardhmen që dëshirojmë. Ky investim pritet ndikojë drejt për drejt në ngritjen e cilësisë së arsimit profesional dhe në përgatitjen e kuadrove të reja për nevojat e tregut të punës.